Përshëndetje shenja peshqve, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 5 shpatat, mbretëresha e shpatave, 10 kupat, 2 monedhat. Java për ju fillon me një tension të brendshëm. 5 shpatat tregon një situatë ku ka pasur konflikt, ndoshta me dikë, ndoshta brenda vetes suaj. Mund të ketë një ndjesi e tipit fitova, por nuk ndihem mirë. Pra, ose mund të ketë një përplasje që ka lënë pas lodhje. Dhe kjo ju çon menjëherë në energjinë e mbretëreshës së shpatave, që ju bën më të kthjellët dhe arrini të vendosni distancë emocionale. Filloni të shihni gjërat siç janë, pa i zbukuruar. Është sikur ju i thoni vetes, tani dua të vërtetën, jo iluzionin. Por thellë brenda jush ekziston një dëshirë shumë e madhe për harmoni, me kartën e 10 kupave. 10 kupat manifeston lumturi emocionale, paqe, lidhje të bukura. Ju dëshironi diçka të plot, të pastër, të qetë dhe megjithatë realiteti ju vendos në 2 monedhat. Karta e 2 monedhave manifeston balancim, luhatje, nënkupton 2 gjëra që kërkojnë vëmendjen tuaj. Pra, duket se në gjendjen personale kalojmë nga konflikti me 5 shpatat te qartësia me mbretëreshën e shpatave, më pas sikur hidhemi te dëshira për lumturi me 10 kupat dhe përfundojmë te balancimi me 2 monedhat. Ju jeni mes asaj që dëshironi dhe asaj që po përjetoni. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 7 monedhat të dashuruarit, 2 shpatat heremiti. Në familje, 7 monedhat tregon investim, durim, një ndjesi të tipit kam bërë shumë, po pres rezultat. Dhe më pas kemi kartën e të dashuruarve, që nënkupton një zgjedhje, një lidhje të rëndësishme, një vendim që nuk është vetëm praktik, pse jo është edhe emocional. Por kjo zgjedhje nuk merret menjëherë, sepse vjen 2 shpatat më pas dhe kjo nënkupton shmangje, një vendim i shtyr, një mbyllje emocionale dhe më pas kjo na çon te heremiti, që nënkupton një tërheqje, një reflektim, distancë për të kuptuar më mirë. Pra në familje duket se kalojmë nga pritja me 7 monedhat te zgjedhja me kartën e të dashuruarve, më pas sikur bllokohemi me 2 shpatat dhe kemi nevojë për tërheqje me kartën e heremitit. Ju vetë ose dikush tjetër në jetën tuaj ose në familjen tuaj ka nevojë për hapësirë përpara se të vendos. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi kalorësi i shpatave, 7 shkopinjt, 2 kupat, ylli në të kundërt. Në dashuri gjithçka fillon me shpejtësi. Kalorësi i shpatave hyn si një energji e vrullshme, që nënkupton komunikim të menjëhershëm, fjalë të drejtpërdrejta, një situatë që nuk pret, për disa mund të jenë edhe debate, dikush flet, vepron, reagon dhe ju përfshiheni në këtë ritëm të shpejtë, por kjo nuk është një rrugë e qetë, sepse menjëherë pas saj shfaqet karta me 7 shkopinjt, që nënkupton mbrojtje, qëndrim në pozicion, ndjesia që duhet të luftoni për veten ose për lidhjen. Ju nuk jeni të lirë emocionalisht, jeni në një gjendje vigjilence dhe pikërisht në këtë tension shfaqet 2 kupat, që nënkupton një lidhje të vërtet, ndjenja reciproke, një potencial i bukur emocional dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse edhe në mes të tensionit ka ndjenjë të vërtet. Por historia nuk përfundon në harmoni, sepse kemi kartën e yllit në të kundërt, që nënkupton humbje besimi, pasiguri për të ardhmen, një ndjesi që shpresa po lëkundet dhe pra, duket se në dashuri ne kalojmë nga shpejtësia me kalorësinë e shpatave te mbrojtja me 7 shkopinjt, më pas kemi, domethënë jemi duke përjetuar emocione me 2 kupat dhe përfundojmë në pasiguri me kartën e yllit në të kundërt. Duket se ju ndjeni, por nuk jeni të sigurt nëse kjo do të funksionojë apo jo.
kalojmë tek puna. Në punë kemi 3 shkopinjt, mbretëresha e monedhave, kulla, 3 monedhat. Në punë ju filloni me një shikim drejt së ardhmes. Me kartën 3 shkopinjt nënkuptohet planifikim, pritje, një vizion për atë që vjen. Më pas kemi mbretëreshën e monedhave që nënkupton stabilitet, gjendje praktike, një energji që kujdeset për sigurinë dhe rezultatet. Mbretëresha e monedhave mund t'ju përfaqësoj ju nëse jeni femra ose një ndikim në ambientin tuaj të punës, por pa pritur gjithçka tronditet me kullën, që nënkuptohet një ndryshim i papritur, një situatë që shen diçka ekzistuese ose një e vërtet që del në pa. Kjo mund të jetë tronditse, por është edhe çliruese. Dhe më pas vjen 3 monedhat, që nënkupton rindërtim, bashkëpunim, një fillim më i qëndrueshëm pas rrëzimit me kullën pra. Pra duket sikur nga vizioni me 3 shkopinjt kalojmë te stabiliteti me mbretëreshën e monedhave, më pas kemi një tronditje me kullën dhe më pas rindërtojmë me 3 monedhat. Tani, nëse mbretëresha e monedhave është një grua në punën tuaj, në këtë rast unë do të thoja se narrativa merr një nuancë më konkrete. Kjo grua, mbretëresha e monedhave, mund të jetë një figurë autoriteti, mund të jetë një kolege me ndikim, dikush që kontrollon stabilitetin ose burimet. Dhe në këtë rast unë do të thoja që mbretëresha e monedhave plus kulla mund të tregojë një ndryshim që lidhet drejt për drejt me të, ose një situatë ku ajo ndikon në një shembje ose në një transformim, ose ju ndryshoni mënyrën se si e shihni këtë person. Dhe pas kësaj 3 monedhat tregon bashkëpunim të ri ose rindërtim të marrëdhënies profesionale. Pra kjo grua mund të jetë katalizatori i ndryshimit, që nuk do të thotë me patjetër se është ndryshim negativ, por unë do të thoja që është transformues. Kalojmë në prizëm orakull ku kemi dhimbje. Dhe e gjithë kjo javë mbart këtë temë kaq të ndjeshme, këtë energjinë e dhimbjes. E dhimbja në këtë rast nuk është rastësore. Dhimbja është një përballje me të vërteta, është një proces që ju ndryshon, por kjo dhimbje nuk është për t'ju ndalur, është për t'ju transformuar. Paçim.